guxon ti të drejt me tregu ku bana jon me çparit. Ti. Nuk dash adres. Ti çysh guxon, nëse kemi ndërtime që pas kanë shkuar Ferizajn. Ka nevojë të ndalohen dhënia e lejeve për ndërtime të reja. Faktikisht ne duhet të vazhdojmë të punojmë në bazë të dokumentacionit të vjetër, derisa ti kemi të hartuara dokumentet e reja për të cilat edhe fola, mirë po megjithatë duhet të jenë në bazë të kritereve të gjitha ndërtimet. Gjithashtu përpos planeve sektoriale që i përmena do t'jetë një ndërto dhe plani rregullues për zonat e natyrës, sepse duhet i mbrojmë edhe zonat e natyrës dhe gjithashtu do ta funksionalizojmë edhe drejtorinë e inspektoratit që është shumë e rëndësishme dhe do të bëhet edhe digitalizimi të gjitha shërbimeve të cilat kanë të bëjnë si me leje të ndërtimit, po ashtu edhe me legalizimet. Për ndryshe ne kemi edhe këto në mesin e kandidatëve, nëse hym detaje që kanë blerë pikërisht prej ndërtuesve dhe jetojnë në penthouse, njëri ndërta është edhe zotri Enver Aliti që jeton në katin më të lartë. Çka ka lidhje kjo si tani? Çfarë relevancë ka kjo se s'po të kuptoj? Nëse pas ka ndërtime. Çfarë është relevanca këtu? Çfarë do të thonë? Nuk kemi drejt na ti ndeshkojmë këtë. Çysh guxon ti të drejt me tregu ku bana jon me çparit? Ti. Nuk dash adres. Ti çysh guxon, nëse kemi ndërtime që pas kanë shkuar Ferizajn, atëherë ne nuk duhet të jemi pjesë e kësaj shëmtie dhe nuk duhet të investojmë dhe të jetojmë në një vend. Ti nuk di se si e kandidati mas pari këtu, se e luan avokatin e kandidatit PDK-s. Absolutisht nuk e luaj avokatin e askujt. S'ke të drejtë absolutisht të bisedosh për shtëpinë time për banesën time. Po jo, përderisa ne krijojmë bindje që komuna e Ferizajt është hera e fundit që e përmend ti ku bana jon në adresë. Përderisa konsiderojmë që Ferizaj qenë ka shkatruar, atëherë ne duhet të bëhemi pjesë e atij shkatrimi dhe pjesë e atij shkatrimi dhe ti më spoku ke të drejtë të flasësh për këtë punë. Për shkak se ti takon çatyne personave që kanë qenë në kryetar komune kur është bërë ai plan zhvillimor komunal që po përmendet, edhe ai është personi kryesor që e ka shkatruar Ferizaj.